vëllezër e motra të pranishëm, lejoni që në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame t'ju uroj të gjithëve ditën e shkollës së medresesë, t'ju uroj edhe 65 vjetorin e themelimit të kësaj shkolle që vërtet edhe në të kaluarën, edhe tash, por edhe në të ardhmen do ta ketë këtë moto të cilën e keni këtu në ekran, nga se për këtë u përpoqën të gjithë ata cilët ishin para nesh, stërgjyshurit tanë, baballarat tanë, hoxhallarat, imamet tanë prej të cilëve mësuam ne dhe përfituam shumë prej tyre. Edhe sot kur unë dëgjoj, por edhe shoh, këtë kuadër shoh se me të vërtet e ardhmja do të flet vetë dhe është e sigurt. Ndaj unë ju përgëzoj për punën që bënin në medrese, përgëzoj për angazhimin tuaj të përgjithshëm të gjithë stafit të kësaj shkolle, që vërtet kalojnë për sfida të shumta, mirë po asnjëherë nuk u dorëzuar. Atëherë kur ishte e pamundshme, e bëri të mundshmen. Atëherë kur ishin mbyll të gjitha dritarët, dyert, për të folur masës, medreseja megjithatë gjeti dritaren, për ka dëgjohej zëri, për ka udhëzohej popullata mbarë, se ka dhe çfarë duhet të bëjë. Ndaj, vërtet medreseja, si që tha, ishte vendi ku parakaluan kokat më të ngritura e të ditura të kombit tonë. Këtu në këtë medrese vitin 89-99, si tha drejtori, mbajti minimi 230 ubime të karaktereve të ndryshme, politike, të gjitha sferave të tjera. Këtu ishte edhe Akademia Shkenca, këtu ishte Instituti Albanologjik, Instituti Historisë, këtu ishte edhe fakultetet, 10 vjetë zhvilloi aktivitet këtu, Ministria e Arsimit. Këtu pra çdo gjë që u bënte dhe përgatitej për të ardhmen e vendit, diskutoj këtu në këtë amfiteatër. Andaj sot duhet ju vërtet edhe ju nxënës dhe nxënëse, tani në veten krenar që i takoni kësaj medreseje, kësaj shkolle, kësaj shkolle e cila nuk e pas njëherë, e cila nuk u dorëzua asnjëherë, dhe e cila do të vazhdoj me krenarin më të madhe, që rrugën të cilën e kanë ndjekur edhe të para tanë, si që përmend, rrugën që na thret Zoti, na thret atë dheu, na thret kombi, edhe njerë pa dashët ju marrë nga dita juaj. E begatshme, e mirë, festive sot. Ju uroj nga thellësia e shpirtit dhe zemrës këtë ditë, duke lutur Zotin Xheleshanu për mirëqenjet përgjithshme, duke lutur Zotin Xheleshanu që t'jap shëndet dhe të korni suksese, sepse vetëm atëherë kemi arrit qëllimit, pse jeni dhe jemi apo ishim nxënës të kësaj shkolle. Wassalamu alaikum. Por shumë të dashur nxënës dhe mësimdhënës, besoj se ka dhe mësimdhënës në mesin e juaj dhe si Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, më takon t'ju përshëndes posaçërisht ju, të shpreh gëzimin e madh që kam të shoh sukseset e kësaj shkolle, të shoh për atmosferën që mbretëron këtu, dhe këtu po e ndaj një detaj personal që përjetova, më duk që e pash, po e them për herë parë, këtë më duk që e pash gjyshin tim të kësa jepte gjuhë shqipe, fshehur azin në një mejtep fshatit e asaj kohë, po flas për vitet e 20, nuk e kam takuar asnjëherë gjyshin tim e min, kam dëgjuar vetëm tregime për te, por e takova frymën e tij këto, duket kjo është edhe fryma në të cilën vazhdon të punoj medreseja jonë sot, e përkushtuar në ruajtjen e vlerave qendrore, vlerave të identitetit tonë, dhe kjo është diçka që po e shoh vazhdimisht dhe po e dëgjoj këtu sot edhe prej fjalimeve që pash edhe nga i nderuari drejtori i kësaj shkolle. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë natyrisht se e ka për përgjegjësi që të kujdeset për të gjithë, që të mundësoj arsimin për të gjithë, dhe nëse këtë ja kemi arritur, sikur në rastin e juaj në medreseat duhet të jemi shumë të kënaqur dhe ne si ministri për atë që kemi mundur të ofrojmë. Dhe në fund do të duat edhe një herë të përmend edhe unë faktin që në momentet kyçe një shkollë si medreseja ka mbajtur bindshëm frontin për ruajtjen e vlerave të identitetit tonë kombëtar, për ruajtjen e vlerave tona si shoqëri, dhe kjo për këtë me të vërtetë duhet të përshëndeten të gjithë veprimtarët e asaj kohe, të gjithë së bashku, por edhe ju nxënës të dashur. Ndërsa ju me sukseset e juaja e dëshmoni se çdo gjë është e mundshme me një përkushtim të madh
se me një mësimdhënie të përkushtuar, dhe ju përshëndesim mësimdhënësit e kësaj shkolle, sukseset janë gjithherë të arritshme, përderisa vazhdimisht kujdeseni edhe për ruajtjen e asaj që është vlerë. Jetojnë në një kohë kur ka një shkatërrim të madh vlerash tradicionale tona, vlera demokratike të reja, por ka edhe ndërhyrje të cilat jo do të dëshironim të gjithë. Dhe prandaj është e qëndësishme që atëherë kur njeriu është i bindur në vetvete, kur është i bindur në ato që bën, kur kemi krijuar disa sistem standardesh dhe vlerash të vërteta, ato do t'i qëndrojnë të gjitha stuhive të kohës dhe do të vazhdojmë tutje të mbajmë identitetin tonë. Ju falenderit shumë për ftesën që më keni bërë, ishte me të vërtet kënaqësi të jem prezent dhe t'ju uroj për 65 vjetorin e shkollës, për ndryshe keni jetë gjatësi shumë më shumë se sa që ka Universiteti i Prishtinës. Dhe të përfitojnë nga ky rast, t'ju uroj mirëseardhjen në përzemër të gjithë juve, në këtë ngjarje që po shënojmë pra ditën e shkollës sonë. Në me të vërtet ju jemi mirënjohës juve që keni gjetur kohë nga agenda e juaj e zënë, e t'jeni sot me ne këtu. Ne ndjemi të nderuar në masë të madhe nga prania juaj këtu. Mund t'ju siguroj se prania juaj në këtë ditë është një burim i motivimit të madh dhe inkurajim për të gjithë shkollën tonë në përgjithësi dhe për mua në veçanti. Të nderuar zonja dhe zotrinj, nëntori për të gjithni është një muaj në të cilin janë shënuar shumë ndodhi e ngjarje që kanë ndryshuar rrjedhën e fatit të popullit tonë. Pas luftës së dytë botërore, pjesa më e madhe e njerëzimit ballafaqohej me ekzistencën dhe ndërtimin e një të ardhme që dukej e rrënuar. Kurse sistemi monist komunist kishte shtrirë petkun e vet edhe në vendin tonë. Dhe çdo gjë që ishte fetare luftohej, sikur dëshironin të shkulnin me rrënjë çdo vlerë fetare. Mirë po në ato rrethana, shumë të vështira të parë tanë që njiheshin për dashurinë që kishin për fenë dhe kombin, morën vendimin e hapjes së institucionit të dijes, arsimit dhe edukimit në gjuhën shqipe. Mandej kjo ishte medreseja e parë shqipe. Vendimi ku u dha pëlqimi hapjes së medresesë së Olt në Prishtinë mban numrin 29503. Të datës 26/6/1949. Megjithatë për shkaqe teknike, për shkak të mungesës së lokacionit, medreseja nuk ja filloi punës deri në vitin shkollor 1951-52, më saktësisht me 1 nëntor të vitit 1951. Ndërtesa e saj që vendosën në lokalet e një ish mejtepi që gjendej në oborrin e një xhamie buzlumit të velushës së Eprme në lagjen Alaudin këtu në Prishtinë. Funksionimi i një shkolle shqipe me karakter fetare kombëtar, që fillimisht fal Zotit, e pastaj dhe për krasëve të pashembull dhe vullnetarëve të shumtë, prandaj më lejoni që para jush të shpalosi shumë shkurt 2 periudhat më të ndritura të medresesë. E para, atë të viteve të 50-ta dhe të 60-ta, kur medreseja Alaudin nuk kishte vetëm rolin e një vatre të dijes fetare islame, por ishte edhe institucion që arsimonte dhe edukonte gjithë të rinjt për vlerat kombëtare, por duke ndjekur rrugën e Hoxhës Idris Gjilani, Sami Frashërit dhe Mudarris Ymer Prizreni e shumë të tjerë. Edhe e dyta, periudha vitet të 90-ta kur medreseja shumë fishon rolin e saj. Medreseja për gjatë viteve 89-99, 100% ishte në shërbim të popullit dhe kauzës sonë për çlirim, për faktin që aktivitetet e shumta në aspektin kombëtar e institucional s'mund të bëshin gjetio. Medreseja hap dyert e veta dhe bëhet kuvend, teatër, spital, universitet dhe konvikt për shumë student kur ata ishin dëbuar me forcë nga konviktet e tyre dhe gjithë çfarë pati nevojë populli ynë. Dyert e saj mbetën gjithmonë të hapura. Këtu janë zhvilluar më shumë se 1200 aktivitete në fushat e ndryshme si në politik, kulturë, histori, edukim, arsimim, shëndetësi e shumë të tjera. Dhe kur u shtu nevoja luftës në atë kohë shumë nga nxënësit tanë ju bashkuan kushtrimit të atë dhe kështu disa prej tyre dhanë jetë, ranë dëshmor, shahid. Nga këtu, me shumë të drejtë ish drejtori i medresesë, tani mufti i Kosovës, thoshte:
Medreseja Alaudin ishte dhurata më e mirë që Zoti u adhuroi shqiptarëve në shekullin që lan pas. Të nderuar pranishëm, sot para jush kam kënaqësinë të ndaj me ju sukseset e shkollës sonë në përvite. Ato padyshim se janë të shumta, siç është edhe numri i nxënësve që diplomuan në këtë shkollë. Së fundmi, dje, nxënësit tanë në kuizin rreth edukimit për finanse të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën amerikane këtu në Kosovë, nxënësit tanë u radhëtën të dytët në nivel të shkollave të mesme. Pra në këtë shkollë janë edukuar shumë breza, dhe me të drejtë mund të përfundojmë se shumica e teologëve mbi të 40 janë kuadro të shkollës sonë. Ata dhe sot me shumë krenari mbajnë epitetin medresist. Sot nxënësit tanë janë pjesë aktive shoqërisë sonë dhe institucioneve të ndryshme, duke nisur nga Parlamenti i Kosovës, nga Presidenca, Qeveria e Kosovës, si shembull më i mirë kemi këtu në prezencën tonë zotëri Rasim Demirin, ishte medresist, dhe në shumë institucione tjera si në polici, forcat e sigurisë, agjencitë e ndryshme të Kosovës, ndaj kemi edhe në fusha tjera si biznesmen të suksesshëm, politikan të ndryshëm, mjek, jurist, profesor universitar, akademik shkence e të tjerë. Sot medreseja Alaudin me paralete veta të ndara në prezent dhe gjenan numëron rreth 750 nxënës, kurse deri tani kanë diplomuar rreth 4000 medresist. Një numër i madh i tyre pas përfundimit të shkollimit të tyre vazhdojnë studimet universitare në fusha të ndryshme shkencore, shoqërore, duke treguar suksese dhe rezultate të mira. Miq të respektuar, ja sot po festojmë 65 vjetorin e shkollës sonë. Ka shumë për të thënë, por ja që koha është e shkurt e neve na mbetet edhe shumë për të shkruar e thënë. Por në këto vite të ekzistencës së medresesë Alaudin, ajo ka zënë vendin meritor në mesin e simotrave të veta në fushën e arsimit në tërë Kosovën dhe Albanosferë. Por, një gjë nuk duhet harruar në asnjë rrethon, është se nga kjo shkollë gjithnjë kanë dalë kuadro të mira, të edukura drejt në frymën e Islamit të mirëfillt, duke respektuar, edukuar dhe mësuar se si duhet të respektuar njeriu, se si duhet dashur familja, dhe sa dhe në shmënyrë duhet të sakrifikojmë për atë dhejën tonë. Zërat që thrasin për dhunë, mos respektim të tjetrit, në përkëmbje të drejtave të femrës, në trajtimin e mësimeve islame në formë të ngurtë, në asnjë kohë dhe as tani nuk kanë zënë vend në medresen Alaudin. E them me plot gojë se do ta çojmë para emanetin e të parëve tanë, që të kemi një shtet të fortë, një shoqëri të shëndosh dhe të shndrojmë të bashkuar dhe rreth vlerave fetare e kombëtare. Kjo mund të arrihet vetëm nëse feja do të interpretohet drejt, sakt dhe qartë. Sot ritmi i ngjarjeve është shumë i shpejtë. Në edukimin e rinisë sotme ne nuk mund ta lëmë në arrest faktin se duhet të mësojmë ata që ballafaqohen me problemet e brezave të tyre, shoqërinë e tyre dhe botën e tyre. Zgjedhja e djeshme për problemet e sotme nuk do të mjafton. Rinia sotme duhet të edukohet për skenën globale dhe të jetë konkurrente me bashkëmoshatarët e tyre. Kreativiteti dhe inovacioni janë shumë të vlerësuar këtu. Ndaj, duke edukuar dhe arsimuar fëmijët tanë, ne përveç ndihmojmë vendin tonë, kryejmë edhe punën tonë që shenjë para Zotit dhe popullit. Prandaj më lejoni që sot para jush të shprehim mirënjohjen time të thellë për të gjithë ata që kanë kontribuar gjatë gjithë kohës për mbarvajtjen e mësimit në këtë shkollë. U jam shumë falëndërues të gjitha strukturave, që nga Bashkia Islame e Kosovës, nga Ministria e Arsimit, Drejtorati Komunal i Arsimit dhe shumë faktorëve të tjerë për mbështetjen e pakursyeshme që i ka dhënë medresesë gjatë gjithë kohës. Gjithashtu, do të shpreh admirimin tim për të gjithë stafin edukativ arsimor, atë administrativ, teknik dhe për ju nxënës të respektuar për çdo të mirë që keni bërë dhe vazhdoni të bëni për të ngritur edhe më lart vlerat e shkollës sonë. Por patjetër falenderoj edhe mësimdhënësit dhe nxënësit që në mënyrë aktive janë marrë me përgatitjen e këtij programi modest që do të shfaqet sot para jush. Mendo musliman shih adhe sirakon Red Kosova o besimtar mos lejoni t'jemi ndar Red Kosova o besimtar
për jetë, shpirtësia gjithër të jetë, që Kosova të jetoj për jetë. Allah, Allah.